Kreu i AAK-s, Ramush Haradinaj, tha se votën pro ose kundër raportit të komisionit për verifikim të mandateve do ta shqyrtojë edhe me partitë e tjera opozitare, por tha se AAK s'do të ndahet nga opozita për këtë çështje. Princip jemi të interesuar pra me u dhënë betimi, me fillu seanca. Deri tani pengesë ka dalë që bash ligjit të ri që ka bërë qeveria, që ka bërë Kurri, ai duhet me dhënë ndërheqje para dhënies betimit, në fakt para certifikimit të rezultatit. Ata që janë njohës më të mirë procedurat, që thonë nuk jam unë eksperti më i mirë, na kanë sugjeruar që mos me votu, se ne bojmë shkelje të ligjit, nëse votojmë raportin për kurumin ose për prezencën, që është me shkelje ligjore, pra nuk kanë dhënë ndërheqje të plotë kryeministri edhe ministrat, do ta shqyrtoj tani prapë me kolegë deputetë dhe me partitë tjera, po Aleanca nuk do ndahet, do të votojmë bashkë si opozitë. Haradinaj po ashtu tha për mediat se deputeti i zgjedhur i komunitetit Goran, Adem Hoxha, duket se i është bashkuar grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe tha se partia e tij është e hapur për secilin deputet të komuniteteve jo shumicë që s'ka një grup parlamentar. Jemi të hapur për këtë deputet të komuniteteve që s'kanë grup, që të na bashkohen, me qenë që edhe ne ashtu na mungon një deputet në grup, po jemi të hapur për Ademin edhe për tjerë nëse ka. Po duket po, kemi filluar një marrëdhënie të përbashkët, ai e konfirmon vetë, po ne jemi të hapur, edhe për të edhe për tjerë, nëse ata s'kanë grup e ne na mungojnë deputet, janë në share. Sa kaq për partnerin e tij të koalicionit, Fatmir Limaj, me të cilin garoi së bashku në zgjedhjet e nënshkurtit dhe kërkuan vot për rrëzimin e qeverisë Albin Kurtit, Haradinaj tha se s'ka pas komunikim përveç se një përshëndetjeje. Ndërkohë, i pyetur nëse është në dieni për ndonjë marrëveshje midis vetvendosjes dhe nismës, Haradinaj tha se po përflitet, por se nuk e di. Jo, më ka përshëndet atje një ditë në Prafa, po jo, s'kem pas komunikim, më ka përshëndet. Ura? Unë i ka shkresh në telefon, SMS, ashtu tematik, nuk o marrë përgjigje, s'po di që kam i dhe thonë ma shumë. A kena informacion, a konoj marrëveshje zyrtare mes nismës edhe lëvizjes vetvendosje? Përveç nuk e di, tash të shumë po përflitet, tjera, ajo që ne ju themi gjithë deputetëve, pra, jo vetëm nismës, po gjithë deputetëve, që ndryshimi është i domosdoshëm për Kosovë, ata që ndihmojnë ndryshimin, kuptohet, i mbajnë edhe përgjegjësitë për ndryshim, në këtë rast edhe deputetëve të komuniteteve, jo si edhe i ftohen na bashkohen, ata që ndihmojnë vazhdimin, i mbajnë përgjegjësitë po ashtu.